ndroni mentalitetin, strategjinë se si do merrem me ta. Në qoftë se ty të vjen në të njëjtin burg, të ndodhe njëri që ka ikur nga 6 burgjet planetit, dhe ti mendon që do ta mbash kollaj ata në burg aty, pra me të njëjtën formë siç kemi vepruar deri dje, jo, nuk mund të ndodhi kështu. Por nga ana tjetër shumë e rëndësishme dhe kjo pjesa pastaj e investimeve, sepse thash jemi akoma me burgje që kanë qenë kohën e mbretërisë. Zoti Qafoku. Andrea, për burgjet kam përshtypjen që edhe një qytetar i thjesht, kur nëse do të jepet mundësia për të folur, do ta nis vetëm me kritika. Zakonisht kur mbyllet një burg, në mendje të shkojnë që duhet të hapur në një shkollë në një vend, por në këtë vend çudia ndodh që prishet edhe ky rregull që këtu mbyllen edhe shkolla, mbyllen edhe burgje. Dhe nuk mbyllen për atë arsye që mund të kuptohet si është rregulli që shkruhet dhe nuk shkruhet, po mbyllet sepse nuk ka kushte. Unë kam gjetur disa shifra, Andrea, që besoj janë të rëndësishme për publikun. Sot në Shqipëri ka 5029 të burgosur, aktualisht, sot. Ky numër për 2 muaj, 3 muaj më parë ka qenë gati 6500. Po gjithë ajo që u bë dhe u finalizua me vendimin e gjykatës lartë për të paraburgosurit, bëri që të sfumohet dhe të ulet ky numër. Ndërkohë ne kemi të paraburgosur megjithatë 2856 persona dhe të dënuar 2123. Pra ne sa do ule, gati është ulur 1000, prap numri është shumë i lartë i të paraburgosurve. Çfarë do thotë kjo? Që kjo krijon ka 2 aspekte. E para njëherë që edhe numri i të paraburgosurve është shumë i lartë, por ne kemi edhe një shifër tjetër, Andrea, që me që sot po bëhet debati dhe që ne të kemi parametrat e Bashkimit Evropian, ne disa larg jemi, Andrea, ja të jap vetëm një shifër. Mesatarja e Bashkimit Evropian, e vendeve të Bashkimit Evropian me të burgosur është 100 burgosur për 100.000 banor. Malizi e ka 170, Maqedonia 150, Serbia 160, Kroacia 120, Bosnia 110, Kosova 140, Shqipëria 209. A kupto ku jemi ne, mo? Do ne nuk e di ku ta kapësh të sistemin e burgjeve. Rekord negativ. Po jo, po nuk di ku ta kapësh te kjo shifër, te numri para burgosave, te kushtet pasaj që në mes të Tiranës, 2 burgjet më të rëndësishme të Shqipërisë. 20 burgje, ka 20 burgje Shqipëria, numri është shumë i lartë, po 2 burgjet më të rëndësishme janë mes Tiranës. Janë në mes të Tiranës e janë Tiranës, se zakonisht burgjet, burgu Vaqarrit është normal në periferi, por në mes në zemër të Tiranës dhe ato janë jashtë kushteve. Çfarë ka ndodhur aty? Se ne nuk kemi informacion. Avokati i popullit thotë duhet mbyllen për çfarë? Për shkak të kushteve. Do të thonë, pse ne kemi edhe një dhënë tjetër, që nëse aty ka mbi popullim dhe numri i të burgosurve është më i lartë se sa kapacitetet, nuk do të kështu në burgjet e tjera, janë vetëm 5-6 burgje, Andrea, që kanë mbi popullim. Pse? Sepse një i burgosur më mirë thotë të rrinë mes Tiranës aty të 313-302, se sa të shkojnë në burg tjetër Reç, që janë këto tjetër që kanë kapacitete dhe mund të jenë edhe larg familjes apo larg. Po, është edhe kjo. Ka dhe shifra të tjera. Ajo që mua më bën shumë përshtypje është kushtet në burgjet, dhe kjo është zyrtare nga avokati i popullit. Nuk ka dollap, thot avokati i popullit. Nuk ka mjek dhe mjeku nëse ka rri vetëm 4 orë. Tani e kupton tani ti, po mirë, nëse ka patur edhe raste që kanë vdekur edhe nuk i kanë spitalet civile refuzojnë të mjekojnë sepse nuk kanë garanci, nuk kanë siguri. Dhe tjetra, të sëmurët mendor nuk trajtojnë fare. Ore, kupton ti çfarë ndodh në këtë vend? Se ne themi, shikojmë një njeri rrugë që mund të jetë me çrregullime mendore, ai ka vënë në burg ose në spital, po atje nuk merr fare mjekim. Se ka as aty vendi. Tjetër, ne kemi dhe një problem që unë dua ta ndaj dakord ajo të celularëve është bërë kështu që çdo gazetar mund të ketë informacione, por ne jemi koshient që ne e dimë që sistemi i burgjeve në Shqipëri ka pasur, për këtë janë zhvilluar dhe tendra që ka kundra val për celularët, për të penguar. Atëherë çfarë po ndodh tani? Dhe burgu Peqinit kanë qenë 2. Po jo, po çfarë po ndodh? Si futet celulari aty, do të thotë që punojnë, se kjo është pyetja dhe këtë duhet na sqarojnë drejtuesit e administratës së burgjeve. Pra, me pak fjalë, Andrea, sistemi i burgjeve në Shqipëri, domethënë nuk e dia është tepruar të them që ka rënë,
Ka rënë sepse është i shqetësim i ngritur me kohë në media, bile dhe nga avokatët dhe disa avokat, ne duhet t'i falenderojmë se janë ata burimi i informacionit, por bëra lan nga qeveria dhe nga pushteti, pikërisht sepse BE ka vendosi kusht. Edhe ata janë njerëz. Dhe e fundit, por jo për nga rëndësia, ne nuk kemi sistem reintegrimi dhe rehabilitimi. Ata njerëz atje dalin, futen prap, dhe ne nuk e kemi të sigurt edhe këtë tjetër, ata që janë dënuar me burgim të përjetshëm. A vdesin ata, do vdesin ata në qeli? Edhe këtë nuk e dim ne. Nuk ka sistem rehabilitim, nuk ka sistem reintegrimi. Një burgosur me një njoll dhe ai është potencialisht një person që ndiqet nga policia si pjesë e krimit. Dhe këto janë çështjet që duhet diskutohen. Dhe më kujton edhe këtë. Kam një pyetje. Kur është hera e fundit që një gazetar me kamer ka bërë një reportazh në burg? Është e palejueshme sipas drejtorisë së përgjithshme të burgjeve. Po ne kemi bërë gavi apo se Para një javë më ka kthyer një përgjigje ja kemi futur pjesë dhe ishte e pamundur. Andrea, shikoj tani, unë nuk e di që sot në 2026 një gazetar mos ka drejt futet në burgje dhe të bëjë qoftë edhe intervistë, qoftë edhe të përshkruajë atje të bëjë reportazh, kur 20 vjet pa, 30 vjet pa, shkoi qelim me këtë do e ti, me sigurisht bëna rregullave. Nuk kishte pa rregulla. Intervistoi me kërkesë, me gjitha dhe me lejt. Që nga ato intervistat që njëri thoshte ne duam të ham, të pimë dhe të flasim në telefon. Jo, me buga intervista një nga më të bukur. Andrea, nga intervista më të bukur që kam marrë unë futa për një kuksian që ishte në qeli dhe atje ishte një italo-amerikan i cili kishte mësuar shqip dialektin kuksiançe dhe intervista e bëra me atë edhe emri nuk e harroj. Alessandro Ferriolio. Ishte kapur me droga ai dhe i fliste shqip me dialektin e shokut të dhomës dhe ajo intervistë bëri që të sensibilizoheshin dhe diplomatët e ambasadës italiane dhe amerikane se i kishte dy në shtetësi dhe ai mori lehtësi dhe fitoi atë që meritonte. Ndërsa sot atakon ti dot një burgosur në burg, s'ke shanse. E takon jashtë, s'është problem. A mirë, kjo është pastaj. Mbase unë nuk e takoj, por ka të tjerë që dhe takojnë